Një ndeshje miqësore. Duhet për gola? Po, thjesht ardhja pranë familjes, pranë skuadrës kombëtare. Se kaq bjonti? Nga që është dielli fort. Po edhe ndimëri kaq i bjont, i bardh. Nuk jam. Kam parë ndeshjet. Po nga projektor. Mban mend sa gola ke shënuar? Ku? Deri këto momente. Po të kthehemi mbrapa në kohë. Që nga fillimet e tuaja. Po i mbajmë. Mund ta dim? Rreth 60-70. Sa i bie mesatarja në vit? 8-9. Mirë, ti di që gotat intereson për gjëra të çuditshme. Pse depilohen ju futbollistët? Për të qenë më atraktiv. Jeni sigurt që te femrat ka më shumë tërheqje kjo? Po. Po ato femrat që ju pëlqejnë meshkujt që janë me lesh. Do zgjerin meshkujt me lesh. Mirë, po pse femrat kanë atraksion ndaj futbollistëve për inteligjencën apo për fizikun? Shpresoj që të jetë diçka nga të dyja. Një shoqja ime vdes për ju, edhe do që ti flasësh një çik në telefon bëhet? Thuaj shoqja si është pak si vonë thuaj. Nuk është natë, është akoma ditë, por nuk është duke fjetur, është zgjuar. Atë do mund ta përshëndes veten nëpërmjet juve. Si bën për një telefonat? Telefonatën e bëjmë po pa ndonjë. Jo, s'ka asnjë truk mbrapa, ja mbaj pak mikrofonin lutem. Po do të mbaj unë. Jo, besojmë. Alo, kush jemi i zemë? Bëjt fare shumë, qa. Një pyetje të fundit kam unë, pse ju vetëm pa djem këtu, ku janë çuna? Sa po kthyer nga stërvitja, sepse unë nuk do të los kësaj ndeshje. Nuk do lozën, jeni i vrar? Po. Shërim sa më shpejt, shumë faleminderit. Lutem. Jemi akoma te kuzhina e Hotel Adriatikut, ku sot po gatuhet dreka për kombëtaren e futbollit, normalisht Shqipërisë. Kështu që unë tani po kërkoj guzhënjeren për kacën në këtë pikë për ta pyetur se çfarë bëjnë për futbollistët. Si keni emrin? Anisa. O, si mua. Shefe Anisa. Më thuaj një çik për drekën që do gatuani sot për kombëtaren e futbollit. Ka ndonjë gjë speciale që nuk bëhet edhe për Futbollistët mbajnë një dietë me stadion, edhe kanë më shumë perime të zjera edhe të pjekura. Edhe speciale, do të thënë që mund të themi, mund të jenë që të përdorin vaj, krip, usull e gjëra të tjera. Që nuk i përdorni për të tjerët? Jo, në asnjë mënyrë. Kurse për futbollistët, domethënë janë thjesht vetëm të pjekura dhe të zjera, asnjë gjë më tepër. Konkretisht për menun e ditës së sotme, çfarë? Çfarë është kjo? Për gjëra të ngrohta, Le të kapi çik se kam thirrën, anxharin dorë. Atëherë gjërat e ngrohta kanë risotto me kunguj, që është specialiteti jon, kanë supë pastine, dhe ky domethënë një specialitet. Kemi mish, fileta, kemi edhe fileto pule që i pëlqejnë shumë. Unë jam shumë kurioze për të ditur si bëhet risotto, si bëhet edhe supa. Mi trego me radhë, lutem këtë. Kushim qeprën, urdhën, kunguj, pastaj shtojmë risotto dhe shuajmë me konjak edhe me verë të bardhë. Mbasi e shuan dhe lej pak të zgjerë, domethënë me këto konjakun edhe me verë, shtojmë brodo perimesh. E lejmë të zijej, pastaj në fund fare shtojmë pana edhe pak djathë parmigiano. Është perfekte, shumë. Në çfarë pike është tani orizja? Ke hedhur të gjitha? Orizja është pronto, është gati, kështu që mund ta provoni. Se me këtë të madhen kam frikë se po ka rrezik që të bëhen tap futbollistët me gjithë të verë dhe konjak që keni hedhur? Atëherë, timandore hilen. Për futbollistët, domethënë, kjo është risotto që bëhet për klientët. Për futbollistët nuk e përdorin konjakun apo verë. Tani kjo këtu nuk ka fare, se është futbollistët, nuk lejohet. Jo shumë se jam me dietë. Në rregull. Nuk synosh. Të mungon edhe diçka. Shumë i shishë vetëm se u dogje u përvëllova. Sa mungon akoma? Parmigiano që jep një shije shumë të mirë. Parmigiano se kishim hedhur akoma. Mirë, ndërkohë që supa me çfarë perimesh ka brenda vetëm kaq që ti biem shkurt? Pastine, ka qep, ka hurdhra, ka domate të freskëta, edhe makaroni, por ndërkohë që e zi me brodo perimesh. Kaq. Makarona yje. Kështu? Faleminderit shumë. Unë do filloj të eksperimentoj në një nga këto gjëra. Do vi prapë këtu që të çaj kokën nëse dua ta bëj. Faleminderit.